Unë edhe kam menduar shumë këtë gjë, çka kam munguar, se më ka filluar që 6 vjeç. Pikërisht, prandaj po them. Pionierëve dhe kur fillon 6 vjeç, është ai pasioni që ke për mua, të paktën që isha i fokusuar tek baleti, bëja sa më tepër, të punosha sa më shumë, në që fëmijë. Pastaj kur futesh shkollë baletit vazhdon akoma angazhohet më tepër. Për shembull në atëherë bëshim shkollë, pastaj bëshim prap klasë në fund mësim privat që të bëheshim më mirë, që të merreshim teknikën më mirë, të punoshim më mirë. Kështu që unë fillosha besoj në 7 mëngjesit dhe mbarosha në 8 të mbrëmjes. Dhe shkosha në shtëpi, hasha buk, flesha gjumë, kaq i gjë kishte. Disiplina. Po disiplina deri më i farmoshe, pastaj kur fillo bësh teenage, normalisht ke ato gjërat e tua, do dalësh çik për kafe dhe etj etj. Po der në vit parë besoj se kemi qenë gjithë ashtu, në klasën time të paktën. Ne ishim dedikuar, të punoshim etj etj. Një fëmijë